Në moshën 75 vjeçare, ajo kishte shpresuar që ditët e saj të plakjes të kalonin me qetësi dhe dashuri pranë familjes së saj. Por realiteti ishte i hidhur. Djali dhe vajza e saj nuk kishin një dhomë të lirë për ta strehuar, dhe shtëpia e ngrohtë që ajo kishte ndërtuar me dekada për kujdesje tani ishte një vend ku nuk ishte vend për të. Me një dhimbje të thellë në zemër, ajo vendosi të shiste shtëpinë, të vetmin pasuri që i kishte mbetur, vetëm për të paguar borxhet e fëmijëve të saj dhe për të mos i sjellë më telashe financiare. Por edhe pas këtij sakrifisë të jashtëzakonshme, fati i saj e çoi në azil, një vend i ftohtë dhe i panjohur, ku kujdesi ishte profesionist, por dashuria e familjes mungonte. Ajo u gjende vetme me smureve që nuk flisnin, ndërsa kujtimet e ditëve të saj të bukura me familjen kalonin si hije përpara syve të saj. Çdo dhimbje që mbante në zemër ishte një kujtim i sakrificës së madhe që kishte bërë për fëmijët e saj, të cilët pa e kuptuar i kishin marrë lumturinë dhe shtëpinë. Por ndoshta në mes të heshtjes së azilit, ajo do të gjejë një forcë të re, forcën e dikujt që ka dhënë gjithçka dhe nuk ka asgjë për të humbur. Humbja e shtëpisë dhe vendimi i dhimbshmëra e vjeshtës hynte në përdritaret e shtëpisë, duke sjellë me vete aromën e tokës dhe gjetheve të kalbura. Për 75 vjet, ajo kishte jetuar në këtë shtëpi, një vend ku çdo cep ruante kujtime të familjes së saj. Zërin e fëmijëve kur ishin të vegjël, hapat e burrit të saj që nuk ishte më, dhe ngrohtësinë e grave që kishin kaluar së bashku peripecitë e jetës. Por tani gjithçka po ndryshonte. Djali i saj, Marku, kishte një familje që po rritej me borxhe dhe nevoja të panumërta. Vajza, Elira, po përballej me probleme financiare dhe nuk mund të siguronte asnjë dhomë të vogël për nënën e saj. Një ndjenjë e thellë brenge dhe shqetësimi e mbuloi atë si një stuhi që nuk ndalet. Ajo e dinte që nuk ishte vend në shtëpinë e fëmijëve, dhe një ndjenjë e dhimbshme e tradhtisë shpesh e shtrëngonte zemrën. Dita kur mori vendimin të shiste shtëpinë ishte një nga ditët më të vështira të jetës së saj. Ajo e mbajti qelsin në dorë, duke e parë si një objekt të shenjtë që kishte ruajtur histori. Çdo dhomë ishte një kujtim. Dhoma e vogël ku Marku kishte luajtur me trenin e tij prej druri. Kuzhina ku Elira kishte ndihmuar në përgatitjen e gjellëve të festave. Dhoma e saj ku kishte kaluar netët e gjata duke pritur kthimin e burrit nga puna. Tani ajo duhej të linte gjithçka. Biseda me fëmijët ishte e vështirë. "Nën, ne nuk kemi vend për ty", tha Marku, duke u përpjekur të kontrollonte zërin që po dridhej. Elira heshti, duke ulur kokën dhe lotët i rridhnin pa e ndjerë. Ajo ndjeu një kombinim të dhimbjes, zemërimit dhe trishtimit që shpesh e bënte të ndalonte frymëmarrjen. Por ajo nuk kishte zgjidhje tjetër. Shiti shtëpinë, çdo gjë që kishte grumbulluar për dekada, çdo kujtim dhe gjë materiale. Para që mori i përdori për të paguar borxhet e fëmijëve të saj, duke i shpëtuar nga vështirësitë financiare, por duke humbur gjithçka për veten. Çdo kartë krediti që u mbyll, çdo faturë që u pagua, çdo qindark që shkoi për t'i ndihmuar ata, ishte një thik tjetër në zemrën e saj. Kur arriti në azil, gjithçka ishte huaj dhe e ftohtë. Dhoma e saj ishte e vogël, me dritare që shihnin një obor pa jetë. Kujdesi i infermierëve ishte i sjellshëm, por nuk kishte ngrohtësinë e dashurisë së familjes. Ditët kalonin të ngadalta, të mbushura me kujtime dhe ëndrat për një kohë kur fëmijët e saj e donin dhe e respektonin. Ajo kishte frikë. Frikë nga vetmia, nga harresa dhe nga ndjenja e paqenës që ndihej në çdo hap të korridorit të azilit. Por ajo gjithashtu mbante një forcë të brendshme. Një forcë që vinte nga dhimbja, sakrifica dhe besimi se ndoshta një ditë fëmijët e saj do të kuptonin gjithçka që ajo kishte bërë për ta ditët kalonin. Dhe ajo filloi të krijonte një rutinë. Lexonte libra që kishte lënë pas, i shihte fotografitë e vjetra dhe kujdesej për vete me disiplinë. Përkundër vetmisë, ajo ndjeu se kishte fituar një lloj lirie që nuk e kishte pasur më parë. Nuk kishte më borxhe, nuk kishte më presionin e familjes, por vetëm heshtja dhe mundësia për të menduar për jetën e saj. Një pasdite ndërsa ulur pranë dritares, ajo pa fëmijë që shikonin nga larg. Një ndjenjë e përzierë dashurisë dhe dhimbjes e pushtoi. Ajo i donte pa kushte, por ajo dashuri ishte tani një rrugë një kahëshe. Lotët e saj ran, por këtë herë ishin lotë të çlirimit, lotë që shënonin fundin e një kapitulli të gjatë dhe fillimin e një udhëtimi të ri, ku ajo do të mësonte të jetonte vetëm për veten. Në azil, ajo filloi të kuptonte një të vërtet të thjeshtë, por të fuqishme. Jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por forca dhe dinjiteti që ruan dikush në mes të vështirësive është ajo që e bën të pavdekshme në kujtimet e vet. Ditët në azil kalonin ngadalë, secila e ngarkuar me rutinë, por edhe me momente të vogla të papritura që shpesh i sillnin një farë ngushëllimi. Ajo mësoi të vraponte me mendjen e saj në kujtimet e fëmijërisë,
të riri shikonte fotografitë e familjes dhe të kujdesej për çdo detaj të vogël të jetës së saj. Edhe pse dhimbja nga fëmijët ishte gjithmonë aty, ajo filloi të kuptonte se mund të ruante dinjitetin dhe vlerën e vet pa u bërë pengi pritshmërive të tyre. Një mëngjes, ndërsa infermierja e vizitonte për t'i dhënë medikamentet, ajo ndjeu një ndjesi të thellë vetmie. Si mund të jenë fëmijët e mi kaq të zënë sa të mos kenë një dhomë për mua? Pyeti me zë të ulët, pothuajse duke e shprehur mendimin e saj vet. Infermierja, një grua e butë me flok gri, e shikoi me dëmshuri. Shumë njerëz e kuptojnë më vonë, zonjë, por ju keni bërë gjithçka që mundet, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Këto fjalë i dhan forcë për të vazhduar. Ajo filloi të ndërtonte lidhje me banorët e tjerë të azilit. Disa të moshuar që kishin humbur gjithçka, disa të vetmuar, dhe disa që kishin ardhur nga qytete të tjera. Një nga ta, një grua që quhej Liri, kishte një humor të thyer, por shpesh qeshte me të dhe ndihmonte ta ndante dhimbjen. Ajo zbuloi se edhe në vendet më të ftohta dhe më të heshtura, mund të gjehen ngrohtësi në shpirtin e njerëzve të tjerë. Megjithatë, kujtimet e fëmijëve ishin gjithmonë aty. Marku dhe Elira, të zënë me jetën e tyre, nuk e vizitonin shpesh. Çdo telefonat që vinte, shpesh ishte e shkurtër dhe e thatë, por ajo e dinte që nuk mund të detyronte dashurinë e tyre. Ajo filloi të shkruante letra të brendshme që nuk i dërgonte askujt, duke përshkruar çdo ndjenjë dhe çdo kujtim të kohëve të kaluara, një mënyrë për të ruajtur zërin e saj në botën që e kishte lënë pas. Një ditë, ndërsa ul pranë dritares që shihte oborrin e azilit, ajo vuri re një çift të ri që po vizitonte gjyshin e tyre. Shikimi i tyre tërhoqi kujtimet e Markut dhe Elirës kur ishin të vegjël, mënyra si kapeshin për dore, si qeshnin dhe si flisnin pa frikë. Një ndjenjë e thellë trishtimi dhe nostalgjia e pushtoi. Ajo kuptoi se kishte kaluar gjithë jetën duke u përpjekur për ta bërë fëmijët e saj të lumtur, dhe tani lumturia e tyre nuk kërkonte më praninë e saj. Në mes të këtij trishtimi, ajo filloi të kuptonte një gjë të rëndësishme. Sakrifica që kishte bërë nuk ishte e pavlerë. Ajo kishte dhënë gjithçka për fëmijët e saj. Dhe ndoshta kjo ishte dashuria më e madhe që mund të jepte ndonjë nën. Çdo çmim i paguar, çdo dhimbje, çdo ditë e kaluar në vetmi, ishte një dëshmi e dashurisë së saj. Ajo filloi të regjistronte historitë e saj, kujtime nga fëmijëria, dashuria me burrin që nuk ishte më, momentet me Markun dhe Elirën, dhe sakrificat që kishte bërë për ta. Secila fjalë ishte një mënyrë për të ndërtuar një urë midis së kaluarës dhe së tashmes. Një urë që do t'i ndihmonte të kuptonte se nuk ishte vetëm një viktimë e fatit, por një grua me forcë dhe dinjitet të jashtëzakonshëm. Një pasdite tjetër, ndërsa shëtiste në obor, ajo u takua me një burr të moshuar që kishte humbur gruan e tij. Ata filluan të flisnin për jetën, për humbjet dhe për gëzimet e vogla që mbjetojnë në mes të dhimbjes. Ky miqësi e ndihmoi të kuptonte se edhe pse fëmijët nuk ishin aty, ajo mund të krijonte lidhje të reja dhe të gjente lumturi në mënyra të tjera. Ditët u bën javë dhe javët u bën muaj. Ajo filloi të mësonte të pranonte azilin si një shtëpi të re, jo për të zëvendësuar atë që kishte humbur, por për të gjetur një mënyrë për të jetuar pa ankthin e vazhdueshëm dhe presionin e familjes. Ajo kuptoi se dashuria nuk është gjithmonë e dukshme dhe shpesh ajo që bëjmë në heshtje është më e fuqishme se çdo gest i madh publik. Megjithatë, zemra e saj mbante gjithmonë një vend për Markun dhe Elirën. Në çdo lutje, në çdo mendim, ajo kërkonte që një ditë ata të kuptonin se çfarë kishte bërë për ta, se çdo sakrificë kishte ardhur nga një dashuri që nuk njihte kufi. Dhe ndërsa natyra ndryshonte dhe sezoni i vjeshtës u kthye në dimër, ajo gjeti forcën për të përballuar vetmin, për të përqafuar kujtimet dhe për të shpresuar se një ditë, fëmijët e saj do të kuptonin gjithçka. Ditët kalonin njëra pas tjetrës në azil, por edhe pse rutina ishte monotone, secila ditë sillte një ndjesi të re të brendshme. Ajo filloi të vendoste një disiplinë të re për veten. Çdo mëngjes e nisni me një kafe të ngrohtë dhe shëtitje të vogla në oborrin e azilit, duke përfshirë frymëmarrje të thella dhe meditim të heshtur. Këto momente ndihmonin të mbante kontrollin mbi mendimet e dhimbshme që shpesh e mbulonin. Banorët e azilit ishin një botë e tërë për të mësuar. Disa ishin të mërzitur dhe të tërhequr nga bota. Disa të tjerë ishin të zemëruar për humbjet që kishin pësuar. Ajo, me natyrën e saj të butë dhe kujdesin e lindur, filloi të krijonte lidhje të ngrohta me disa prej tyre. Një ditë, ndërsa ndihmonte një grua që nuk mund të ecte mirë, ajo ndjeu një ndjenjë të çuditshme kënaqësie. Ndihma e tregon dashuri dhe ndihmon të ndjehet e vlefshme, edhe pa fëmijët e saj pranë. Por kujtimet e Markut dhe Elirës nuk largoheshin kurrë. Çdo telefonat ishte një sfidë për zemrën e saj. Kur Marku i thoshte shkurtimisht po, nën, mirë jam, ajo ndihej si të mos kishte ekzistuar për ditën e tij.
Kur Elira I thoshte do të vi më vonë, ajo e kuptonte që vizitat ishin më shumë detyrime se sa dëshirë të sinqert për të qenë pranë saj. Megjithatë, ajo nuk humbiste shpresën se një ditë do të ndryshonte gjithçka. Një mëngjes të ftohtë dimri, ndërsa ulur pranë dritares, ajo pa një nën dhe vajzën e saj duke kaluar pranë azilit. Pamja I kujtoi ditët kur Marku dhe Elira ishin fëmijë, si kapeshin për dore, si qeshnin pa frikë dhe si shpreheshin lirshëm. Lotët ranë nga sytë e saj. Por këtë herë ishin lotë të ngrohtësisë së kujtimeve dhe dhimbjes së përjetuar. Ajo ndjeu një përzierje emocionesh, dashuri, nostalgji dhe dhimbje që nuk shpjegohet lehtë. Për të gjetur ngushëllim, ajo filloi të shkruante kujtimet e saj, letra që nuk I dërgonte askujt, por që ndihmonin të bënte llogarit me jetën e saj. Çdo fjali ishte një pasqyrë sakrificave të bëra për fëmijët. Shitja e shtëpisë, borxhet që pagoi për ta, çdo ditë dhimbje që përballoi pa u ankuar. Ajo shkruante për dashurinë që nuk kërkonte shpërblim, për dhimbjen që nuk e kishte të drejtë të shprehej, dhe për shpresën që një ditë fëmijët do ta kuptonin gjithçka. Një ditë, ndërsa shëtiste në obor, ajo u takua me një burr të moshuar që kishte humbur gruan dhe jetonte vetëm. Ata filluan të flisnin për jetën, për humbjet dhe për gëzimet e vogla që mbjetojnë në mes të dhimbjes. Ky burr, I quajtur Pjetër, kishte një humor të ndërlikuar, por shpesh qeshte me të dhe ndihmonte ta shihte jetën nga një kënd më I butë. Ata filluan të bëheshin shok, duke kaluar pasdite duke biseduar për histori të kaluara, për libra dhe për ëndra që kur nuk ishin përmbushur. Me kalimin e kohës, ajo filloi të kuptonte se edhe pse fëmijët e saj nuk e vizitonin shpesh, ajo mund të krijonte një lloj familje të re brenda mureve të azilit. Miqësitë e reja dhe lidhjet që ndërtoi me banorët e tjerë I dhanë ndjesinë e një shtëpie të dytë, jo e përkryer, por e mbushur me ngrohtësi dhe kujdes. Megjithatë, zemra e saj mbante gjithmonë vend për Markun dhe Elirën. Në çdo lutje, ajo kërkonte që një ditë ata të kuptonin sakrificat e saj dhe dashurinë që nuk kishte njohur kufi. Në mes të heshtjes së azilit dhe rutinës së përditshme, ajo filloi të ndjente një lloj qetësie të brendshme, një forcë që vinte nga përballimi I humbjes, dhimbjes dhe tradhtisë së padukshme të fëmijëve. Një ditë të zakonshme, ndërsa ajo ul pranë sobës në dhomën e saj të vogël, ndjeu diçka të veçantë. Një ndjenjë mirënjohje për jetën që kishte jetuar dhe për forcën që kishte mbledhur gjatë viteve. Çdo sakrificë, çdo lot, çdo dhimbje, të gjitha kishin një kuptim të thellë. Ajo kuptoi se mund të humbësh gjithçka materiale, por dinjiteti dhe dashuria e dhënë nuk humbasin kurrë. Pasditet në azil filluan të kishin një ritëm të ri. Biseda me Pjetrin, lojrat e thjeshta me banorët e tjerë, kujtimet e shkruara dhe shikimi I qiellit nga dritarja e vogël. Ajo ndjeu se ishte më e fortë se kurrë. Fëmijët e saj mund të mos e kishin kuptuar ende, por ajo nuk kishte humbur asgjë nga ajo që e bënte të veçantë, dashurinë e pafundme dhe fuqinë për të duruar çdo sfidë. Një natë e ftohtë dimri, ndërsa era rrite dritaret e dhomës së saj të vogël, ajo ul pranë krevatit dhe shikoi fotografitë e fëmijëve. Ishin fotot e vjetra ku Marku dhe Elira qeshnin, ku secili moment duke I përjetshëm, I mbushur me gëzim dhe pafajësi. Një ndjenjë thellë trishtimi e pushtoi, por këtë herë ajo e përqafoi dhimbjen dhe e lejoi të rrjedhë si një larje e shpirtit, duke liruar tensionin e grumbulluar për dekada. Ajo kuptoi diçka të rëndësishme. Fëmijët e saj mund të mos e kishin kuptuar sakrificën e saj, mund të ishin të zënë me jetën e tyre dhe të mos kishin dhënë dashurinë që ajo meritonte, por kjo nuk zvogëlonte vlerën e asaj që ajo kishte bërë. Çdo ditë e kaluar, çdo lot dhe çdo dhimbje ishte një dëshmi e fuqisë së saj të brendshme. Në atë natë të gjatë, ajo mori një vendim të brendshëm. Nuk do të priste më miratimin ose dashurinë e fëmijëve. Ajo do të jetonte për veten, për dinjitetin e saj, dhe për kujtesën e një jete të jetuar me dashuri dhe sakrificë. Mendimi I saj u përqendrua tek ajo forcë e fshehur që kishte grumbulluar gjatë gjithë viteve, dhe një qetësi e re mbushi shpirtin e saj. Dita tjetër, ndërsa u ngrit për mëngjes, ajo e ndjeu ndryshimin. Dielli që depërtonte nëpër dritare duke I më I ngrohtë, ajri më I pastër. Ajo buzëqeshi për herë të parë me një ndjesë lehtësimi që nuk kishte provuar prej kohësh. Nuk ishte e lehtë, dhimbja nga fëmijët ishte gjithmonë aty, por tani nuk e dominonte jetën e saj. Ajo kishte marrë kontrollin mbi fatin e saj, kishte vendosur të jetonte me dinjitet dhe të gjejë lumturi në gjërat e vogla që e rrethonin. Për herë të parë pas shumë muajsh, ajo ndjeu një lloj paqeje. Nuk ishte një fund I plot për trishtimin e saj, por ishte një fillim I ri, një hap I vogël drejt një jete që mund të mbushej me momente të vogla lumturie, miqësi të sinqerta dhe kujtime të përjetshme të dashurisë së dhënë pa kushte. Ajo kuptoi që, pavarësisht se fëmijët nuk ishin aty për të, ajo mund të mbante veten të plot dhe të fortë. Dhe ndërsa nata binte mbi azil dhe dritat e tjera fike një nga një,
Ajo e ndjeu një ngrohtësi të re brenda zemrës së saj, ngrohtësi që nuk vinte nga jashtë, por nga një vend i brendshëm i paprekshëm nga kohërat dhe tradhtitë e jetës. Në atë moment, ajo e kuptoi se historia e saj nuk kishte përfundua. Ajo kishte humbur shumë gjëra materiale dhe dashuri të dukshme, por kishte fituar forcën, dinjitetin dhe aftësinë për të përballuar gjithçka. Dhe kjo, më shumë se çdo gjë tjetër, e bëri të ndjehej e gjallë dhe e lirë. Një fillim i ri dhe takime të papritura kohë kishte kaluar që kur ajo kishte ardhur në azil. Dita e parë ishte një hap i vështirë, por tashmë rutina e re i kishte dhënë një lloj stabiliteti. Megjithatë, ajo nuk e kishte harruar kur dhimbjen që kishte lënë pas, fëmijët që nuk e vizitonin dhe shtëpia e humbur. Çdo mëngjes ajo zgjohej herët, e përgatitur për një ditë të gjatë të qetë dhe reflektimi. Një ditë, ndërsa po shëtiste në obor, ajo vuri re një fytyrë të njohur që nuk e kishte pritur. Një grua e re, punonjëse e azilit që kishte ardhur vetëm disa muaj më parë. Ajo quhej Ana dhe ishte e buzëqeshur, e kujdesshme dhe e gatshme për të ndihmuar çdo banor. Por më shumë se kaq, ajo kishte një aftësi të veçantë për të dëgjuar pa gjykuar, për të kuptuar pa fjalë. Kur e shikoi gruan e moshuar që ul pranë saj, Ana tha thjesht: "Duket sikur ke shumë për të treguar dhe unë do të dëgjoj." Këtë fjalë hapën një derë të re për gruan. Ajo filloi të fliste për jetën e saj, për dhimbjet dhe sakrificat, për Markun dhe Elirën, dhe për mënyrën se si kishte humbur gjithçka që kishte pasur. Ana e dëgjonte me durim dhe me empati, duke i dhënë ndjesinë se dikush e kuptonte pa nevojën për të shpjeguar gjithçka. Në ditët që pasuan, miqësia me Anën u bë një dritë e vogël në jetën e saj të përditshme. Ata kalonin pas dite duke folur për libra, për kujtime të fëmijërisë dhe për ëndrat që nuk ishin përmbushur. Ajo filloi të kuptonte se lidhjet e reja mund të jenë po aq të vlefshme sa ato të humbura, dhe se dashuria nuk ishte gjithmonë e lidhur me gjak, por me kujdes dhe vëmendje të sinqertë. Një ditë të ftohtë dimri, ndërsa ulur pranë dritares që shite oborin e mbuluar me dëbor, ajo mori një telefonat të papritur. Ishte Marku. Zëri i tij ishte i ngatëruar dhe i pashpresë. "Nën, kam nevojë për ty. Gjërat nuk po shkojnë mirë dhe nuk e di ku të shkoj." Ajo e dëgjoi pa e ndërprer. Lotë të Tiranë, por këtë herë ishin lotë të një mundësie të re, një mundësi për të rikthyer kontaktin me fëmijët që kishte humbur. Telefonata e Markut e la gruan e tronditur, por gjithashtu i dha një shpresë të re. Ajo kuptoi se, pavarësisht kohës dhe gabimeve të së kaluarës, gjithmonë kishte mundësi për të riparuar marrëdhëniet dhe për të dhënë dashuri. Por tani ajo kishte një avantazh të ri, forcën dhe dinjitetin e fituar nga viti në azil, miqësitë e reja dhe qetësia që kishte arritur. Në javët që pasuan, ajo filloi të shkruante letra për Markun dhe Elirën, duke shprehur gjithçka që nuk kishin dëgjuar kurrë më parë. Nuk ishin letra që kërkonin falje, por letra që tregonin dashurinë e saj të pafund dhe sakrificat që kishte bërë. Ajo dërgoi gjithashtu një fotografi të saj dhe të Anës, duke treguar se kishte gjetur forcë dhe lumturi edhe jashtë familjes së gjakut. Ditët kaluan dhe gruan e moshuar e pushtonte një përzierje emocionesh, gëzim për telefonatën e Markut dhe frikë se ndoshta fëmijët e saj nuk do të pranonin dashurinë dhe sakrificat e saj. Ajo nuk donte të dukej e dobët apo kërkuese. Tani ajo kishte forcën dhe dinjitetin e fituar nga jeta në azil dhe miqësitë e reja që kishin ngrohur shpirtin e saj. Një pasdite, ndërsa ndodhej pranë dritares që shite oborin e mbuluar me dëbor, ajo pa një makinë të ndalonte jashtë azili. Ishte Marku dhe Elira. Zemra e saj rrihte fort, një ndjenje përzier gëzimi, dhimbje dhe pritje e mbushte trupin. Ata dolën jashtë dhe u përshëndetën në heshtje, një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Lotë të Tiranë pa ndalim, por këtë herë ishin lotë shpresë dhe rifillimi. Marku ishte ai që foli i pari, zëri i tij dridhej pak, "Nën, na mungove. Nuk e kuptuam sa shumë sakrifica ke bërë për ne." Elira e mbështeti dhe i tha: "Na fal për çdo gjë, ne ishim të zënë me jetën tonë, por tani duam të jemi pranë teje." Gruaja e moshuar e përqafoi ngrohtësisht, dhe për herë të parë pas shumë muajsh, ndjeu një ndjenjë të plotë të familjes që kthehej. Ishte një moment i thjeshtë, por i fuqishëm, një moment ku dhimbja, sakrifica dhe dashuria gjetën një pikë takimi. Ditët pas këtij takimi u bën një rilindje për të gjithë. Ajo filloi të kalonte më shumë kohë me Markun dhe Elirën, duke kujtuar momentet e fëmijërisë dhe duke ndërtuar kujtime të reja. Ana, shoqja e saj në azil, vazhdoi të qëndroj pranë saj, duke i dhënë një mbështetje që ishte e vazhdueshme dhe e sinqertë. Megjithatë, ajo e dinte se marrëdhënia me fëmijët nuk do të ishte perfekte menjëherë. Kishte nevojë për kohë për të rikthyer besimi, për të kuptuar dhe për të riparuar plagët e së kaluarës. Por tani ajo kishte provuar diçka të rëndësishme.
Pavarësisht nga vështirësitë dhe tradhtitë e jetës, dashuria dhe dinjiteti i saj nuk ishin humbur kurrë. Një mbrëmje, ndërsa shikonte qiellin e natës nga dritarja e dhomës së saj, ajo mendoi për gjithë rrugtimin e saj, nga shtëpia e humbur, dhimbja e fëmijëve që nuk e vizitonin, deri te miqësitë e reja dhe rikthimi i dashurisë familjare. Një buzëqeshje e lehtë u shfaq në fytyrën e saj. Ajo kuptoi që historia e saj nuk ishte një tregim humbjeje, por një tregim fuqie dhe përjetësie. Në këtë moment të heshtur, ajo ndjeu një gjë të jashtëzakonshme. Pavarësisht nga gjithçka, ajo ishte më e fortë se kurrë. Fëmijët ishin kthyer, miqësitë ishin të qëndrueshme, dhe ajo kishte mësuar të jetonte me dinjitet dhe paqe të brendshme. Një kapitull i ri sapo kishte filluar, një kapitull ku dhimbja dhe sakrifica transformoheshin në forcë, dashuri dhe shpresë. Ditët kalonin me një ritëm më të ngadaltë, por edhe më të ndërlikuar emocionalisht. Pas rikthimit të Markut dhe Elirës, gruan e moshuar e mbushte një ndjenjë gëzimi, por edhe një shqetësim i heshtur. Ata ishin pranë saj fizikisht, por emocionet dhe mosmarrveshjet e së kaluarës ende nuk ishin zhdukur. Çdo hap i kujtonte sakrificat e saj, çdo fjalë e tyre i shkaktonte kujtime të dhimbshme të viteve kur ata nuk e vizitonin dhe kur ajo kishte humbur gjithçka për ta. Një mëngjes, ndërsa po përgatitej të pinte kafen e zakonshme pranë dritares, Elira e vuri një ton të pakëndshëm. Nën, nuk e kuptoj pse e bëre gjithçka për ne. Ne nuk e kërkuam kurrë këtë, ndonjëherë më duket sikur jetove për ne, jo për veten. Fjalët e saj ranë si një shpatë e ftohtë. Gruaja e moshuar ndjeu zemrën të rrihte me shpejtësi, por qëndroi e qetë. Me një zë të butë, por të vendosur, ajo ju përgjigj. Elira, gjithçka që kam bërë nga dashuria. Nuk është për të kërkuar miratimin tuaj, por për të siguruar që nuk do t'ju mungoj asgjë. Dhe ndonjëherë dashuria nuk është e lehtë të kuptohet nga ata që e marrin. Marku u përpoq të ndërhyj për të qetësuar situatën, por edhe ai ndjeu se nuk mund të fshihte ndjenjat e tij të përziera. Ai e kuptonte sakrificën e nënës, por ende ndihej i hutuar nga mungesa e saj gjatë viteve që ai dhe Elira ishin të rritur. Ishte një situatë komplekse, ku dhimbja, zemërimi dhe dashuria përziheshin në mënyrë të pashpjegueshme. Pas kësaj konfrontimi të parë, gruaja e moshuar kuptoi se rikthimi i fëmijëve nuk do të ishte i lehtë. Ata kishin nevoja të reja emocionale, ashtu si ajo kishte nevojë të mbante dinjitetin e saj. Megjithatë, ajo nuk u dorëzua. Ajo vazhdoi të qëndrojë pranë tyre, duke u përpjekur të krijojë një marrëdhënie të re, ku ndjenja dhe respekti do të shkonin paralelisht. Në ditët që pasuan, situata u përmirësua gradualisht. Gruaja filloi të organizonte ditë të vogla familjare brenda azilit, mëngjes së bashku, shëtitje të lehta në obor dhe biseda gjatë pasditeve. Këto momente të thjeshta ndihmuan që kujtimet e vështira të transformoheshin në momente të lumtura dhe të qeta. Një moment i veçantë erdhi kur gruaja dhe fëmijët e saj kaluan një pasdite duke lexuar fotografi të vjetra. Ata flisnin për kujtimet e fëmijërisë, për gabimet dhe për momente të bukura që nuk duhej harruar. Ishte hera e parë pas shumë muajsh që ata ndjenin lidhje të sinqertë dhe pa tension. Gruaja e moshuar ndjeu se sakrifica e saj nuk ishte qenë e kotë, fëmijët e kuptonin më në fund dashurinë dhe përpjekjet e saj. Megjithatë, gruaja e moshuar nuk mund të harronte gjithçka që kishte kaluar në azil dhe miqësitë e reja që kishte krijuar. Ana, shoqja e saj, mbeti pranë saj gjatë gjithë kohës, duke i dhënë një mbështetje që ishte e vazhdueshme dhe e sinqertë. Ajo kuptoi se dashuria nuk ishte vetëm midis gjakut, por edhe midis njerëzve që zgjedhin të jenë pranë saj me sinqeritet dhe përkujdesje. Në fund, gruaja e moshuar kuptoi një të vërtet të thjeshtë, por të fuqishme. Dashuria dhe sakrifica nuk harrohen kurrë. Edhe kur dhimbja duket e pafund, çdo gest i vogël dhe çdo moment i përbashkët me ata që duam krijon një trashëgimi që nuk mund të shuhet. Dhe kjo trashëgimi është ajo që i jep jetës kuptim, pavarësisht sfidave dhe vështirësive. Një pasdite, ndërsa po qëndronin të tre pranë sobës në dhomën e azilit, një telefonat e papritur e Elirës shkatërroi paqen e krijuar me shumë mund. Ishte një mikesh e saj që kishte diçka për të thënë, diçka që lidhej me situatën e familjes dhe kishte ardhur papritur. Elira, duhet të më ndihmosh të kuptoj diçka. Mendoj se nëna jote nuk ka qenë gjithmonë e sinqertë me ne, tha zëri i saj në telefon, fjalët rasi rufeja. Gruaja e moshuar ndjeu një valë të fuqishme emocionale, trishtim, dhimbje, dhe një ndjenjë padrejtësie që e mbushi shpirtin. Marku e shikoi me habi, ndërsa Elira mbeti e tronditur dhe e hutuar. Një tension i madh u krijua brenda dhomës. Çdo fjalë së kaluarës duket sikur po dilte nga hije, duke rrezikuar lidhjen që sapo ishte krijuar përsëri. Gruaja e moshuar e mbajti frymën. Me një zë të qetë, por të vendosur, ajo ju përgjigj. Elira, çdo gjë që kam bërë për ju ka ardhur nga dashuria.
Askush nuk mund të ndryshojë të kaluarën, por as nuk mund të mohojë atë që kam bërë. Sakrificat e mia nuk janë fakte për të përdorur kundër meje, por gjëra që kam bërë nga dashuria më e thellë për ju. Elira u përpoq të kundërshtonte, por diçka në qetësinë dhe dinjitetin e nënës e ndaloi. Marku, duke parë forcën në sytë e saj, e kuptoi se çdo akuzë ishte e kotë, dashuria e saj ishte e pakushtëzuar dhe e patjetërsueshme. Pas disa minutash të tensionuara, gruaja e moshuar mori frymë thellë dhe tha: "Më dëgjoni mirë. Nuk mund të ndryshoj të kaluarën, por mund të jetojmë tani. Ju mund të më kuptoni ose jo, por unë nuk do të lejoj askënd të më marrë dinjitetin dhe paqen që kam fituar me aq mund." Ky moment ishte një kthesë e fuqishme. Fëmijët e saj kuptuan se gruaja e moshuar nuk ishte më e dobët, por e fuqishme dhe e vendosur. Ata filluan të shikonin sakrificën e saj jo si një barë të kaluarës, por si një testament dashurie dhe forcë. Elira dhe Marku, duke u reflektuar mbi fjalët e saj, filluan të kuptojnë rëndësinë e respektit dhe mirënjohjes, dhe se dashuria nuk mund të merret për të mirëqenë. Ditët pas këtij momenti u bën më të qeta dhe më të kuptueshme. Gruaja e moshuar vazhdoi të kalonte kohë me fëmijët, duke krijuar kujtime të reja, por tani me një ndjenjë më të fortë të kufive të saj dhe respektit të ndërsjellë. Ana, shoqja e saj në azil, vazhdoi të qëndrojë pranë saj, duke i dhënë mbështetje emocionale dhe një shoqëri të vërtetë. Në fund, gruaja e moshuar e kuptoi diçka të thjeshtë, por të fuqishme. Dashuria dhe sakrifica nuk kanë nevojë për miratim të vazhdueshëm. Ato ekzistojnë në zemër dhe shpirt, dhe vetëm ai që i ka dhënë mund t'i njohë në të vërtetë. Fëmijët mund të jenë pranë fizikisht, por ata gjithmonë duhet të mësojnë të respektojnë dhe vlerësojnë. Dhe kjo njohuri e dhuroi asaj një qetësi të re, një forcë që nuk mund të thyhej nga asnjë situatë. Ditët kaluan dhe gruaja e moshuar filloi të ndjente një qetësi të thellë brenda saj. Pas sfidave dhe provokimeve të së kaluarës, ajo kishte mësuar se dashuria nuk është gjithmonë e thjeshtë, por është gjithmonë e vërtetë kur vjen nga zemra. Marku dhe Elira, duke parë forcën dhe dinjitetin e saj, filluan të vlerësonin gjithçka që kishte bërë për ta. Një mëngjes të ngrohtë pranvere, gruaja dhe fëmijët e saj u ulën në oborrin e azilit, në dritën e butë të diellit. Ata shikonin kopshtin e mbushur me lule dhe dëshironin të krijonin një ditë të veçantë së bashku. Ana, shoqja e saj e ngushtë, ishte pranë gjithmonë, duke i dhënë gruas mbështetje dhe ngrohtësi të vazhdueshme. Marku e shikoi nënën dhe tha: "Nën, tani e kuptojmë çdo gjë që ke bërë për ne. Na ke mësuar se dashuria nuk ka kufi dhe sakrifica jote nuk është e harruar kurrë." Elira i shtoi: "Do të bëjmë gjithçka që të mos të lëmë më vetëm. Ti je zemra jon dhe tani do ta shohim vlerën tënde çdo ditë." Gruaja e moshuar ndjeu një lot gëzimi të rrjedhë, por këtë herë nuk ishin lot dhimbjeje. Ishin lot mirënjohjeje dhe rifillimi i një jete të re. Ajo i përqafoi ngrohtësisht, duke ndjerë se sakrificat e saj të pafundme kishin çuar në këtë rikthim të dashurisë së sinqertë. Në javët që pasuan, familja filloi të kalonte më shumë kohë së bashku. Ata ndanin historitë e së kaluarës, por gjithmonë me respekt dhe dashuri të ndërsjellë. Gruaja e moshuar kuptoi se edhe pse kishte humbur shumë gjëra, ajo kishte fituar më shumë se çdo gjë materiale. Forcën për të përballuar çdo sfidë, miqësitë e sinqerta që nuk zhduken dhe dashurinë e fëmijëve që kishte mbijetuar kohën dhe tensionet. Një mbrëmje, ndërsa shikonte qiellin e natës nga dritarja e dhomës së saj të azilit, ajo buzëqeshi. Historia e saj nuk ishte më një rrëfim dhimbjeje, por një tregim fuqie dhe shprese. Ajo kishte mësuar se jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por dashuria dhe sakrifica e vërtet gjen gjithmonë rrugën për të rikthyer lumturinë dhe paqen. Në këtë fund të ngrohtë, gruaja e moshuar kuptoi një të vërtetë të thjeshtë, por të fuqishme. Asnjë sakrificë nuk shkon kot, asnjë dashuri nuk humbe, dhe çdo fund është gjithmonë një fillim i ri.